Ai tregon që varet marrëdhëniet me Izraelin dhe Arabinë Saudite varet nga e ardhmja e shtetit palestinez ose konceptin për dy shtete. Ndërsa përgjigjja vivit ministrit ekstremist në qeverinë e Netanyahu deklaron që rruga juaj nuk prish punë sepse ju mund të shëtetni në përshkretir me deve. Dhe kjo mendoj që ato ku hyn turqt do thotë që është më problematike, ndërsa për të dy palët edhe Egjiptin edhe Arabinë Saudite që ndërlidhet edhe me çështjen e aneksimit të Jordanit Perëndimor, edhe pse Kneseti izraelit ka marrë një hap të tillë që realisht është poshtrues i paligjshëm ndërkombëtarisht, por mund të them i thyer me të gjitha rregullat ndërkombëtare, por mendoj që provokimet e tilla izraelite që në praktik, mos harrojmë se sot në Jordanin Perëndimor minimalisht së paku ka dikon afër 500.000 kolon hebre me ndërtimet e tyre të paligjshme, dhe kjo është do thotë një situatë edhe nga marrëveshja Oslo 1, Oslo 2 në 1994-95 vazhdon ky ritum i tillë, edhe pse kërkohet që Izraeli të ndalojë këto ndërtime ilegale. E qartë, zoti Blali, nga ana tjetër, në prapaskem përflitet, ndërkaq se Washingtoni po përgatit një paketë re bisedimesh mes Izraelit dhe Palestinës. Pyetja ime është nëse është ky tashmë preludi i një marrëveshje të re pra Abraham që do të ndryshojë edhe kufit e politikës së rajonit. Po sigurisht Amerika në vizionin e vet për lindjet e mesme në përgjithësi, jo vetëm në lindjet e afërt, dëshiron që me aktin Abraham të arri, mund të them, një lloj sigurie për Izraelin, një paqëtim me vendet jashtë konceptit të termit historik Palestinë, dhe këtë raport ta krijoi me vendet e Golfit, me përjashtim të Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat kanë, mund të them, një raport tani më të ditur botërisht, por me Arabinë Saudite, Katarin, besoj që do jetë ndoshta, por edhe me Sirinë në këtë rast, pas ndryshimeve dhe të një lufte, mund të them, të rëndë civile që ka ndodhur në Siri dhe ndryshimin e regjimit të Asadit. Koncepti i tillë nënkupton pastaj edhe me Libanin. Do thotë është një numër vendesh të cilat për interesat amerikane janë shumë të rëndësishëm. Mendoj që amerikanët nuk dëshirojnë të lëshojnë rrshqitjen e këtyre shteteve në kampin apo në interesat kineze, por edhe ruse. Meqense rusët deri dikon tentojnë, po edhe me vizitën Al-Gjolanit, apo Al-Sharës, i cili ka bërë një vizitë në Moskë, kryesisht është biseduar për trupat në Tartus, në pjesën, do thotë, që lidh me Bregdetin rreth Mesdheut, pjesën ku trupat ruse janë të stacionuara, qysh në marrëveshjet e viteve 1970. Dhe mendoj që amerikanët janë të interesuar të kenë një dominim edhe për decenjet e ardhshme. Kjo është një pikpyetje e madhe dhe varet nga tërë angazhmoni amerikan për të arritur një konsenzus për zgjedhjen, mund të them, të solucionit me dy shtete. Por kjo është, mendoj që jetike për të dyja palët, edhe për Izraelin, por edhe për vendet arabe të cilat mendoj që pa pasur balansin dhe pa arritur që të krijojnë balanset e tilla në aspektin e sigurisë dhe të militarizmit, është vështirë që të kenë një marrëveshje, apo edhe marrëveshja Abraham mund të jetë në letër, çdo gjë mund të shihet, kjo po shihet edhe me rastin e planit në Gaza. Do thotë problematika është realizimi i atij plani, apo mund të them praktikisht sa do ketë mundësi që planet e tilla të jenë të realizueshme në terren. E qartë, por me kërcënimin e Trump, zoti Blali, se Izraeli tashmë do të humbasë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo shihet dhe fundi i aleancës pra më të shenjtë të shekullit të fundit, asaj mes Washingtonit dhe Tel Avivit? Kjo ka një ndërlidhje tjetër.
po që se ka një ramje, mund të thëmë, ashtu kështu në opinionin publik në Amerikan, por edhe në gjithë globin, lufta në Gaza, mund të thëmë rejtingun e Izraelit e kanë ngritur në nivelin zero. Dhe këta është publikisht të ditur me atë që ka ndodhur në Gaza. Por në administratën amerikane nuk e besoj, ka disa shenja që duket ka deklaruar edhe vetë Trump që ka një ma herët ka disa deklaratat e tij që në Senatin Amerikan ka një zbeje nga se me siguri fuqia tillë e lobit izraelit ose hebre në Amerikë mund të them ngritje zbritje varësisht nga situatat apo nga krizat që mund të jenë, siç është lufta në Ukrainë, apo edhe ajo rreziqet në Indo-Paqësor. Por mendoj që fuqia e lobit hebre në Amerikë është jashtëzakonisht e madhe, ata kanë ndikim shumë të madh në shumë kongresmen amerikan. Ashtu kështu kanë ndikim s'do harruar që një numër ministrave apo sekretarëve të shtetit në SBA kanë prelud apo përardhje hebreje. Dhe kjo nënkupton, sepse edhe nga republikanët edhe nga demokratët çdo herë një president mund të qëndrojë në pozicionin e tij pa brenga, po që se ka përkrajen e këtij lobi. Mirë po është një deklaratë interesante e Netanyahu që deklaron nga ajo që është po për aneksimin, idenë e aneksimit të Jordanit Perëndimor, por tregon edhe deklarohet që ne nuk jem kolonie e SBA-ve. Do thotë dëshirojnë ta mbajnë tash mund të them kush mund të jetë koloni, a e para e dyta në raport me njëra tjetrën është një pikpyetje më. Ato do ta themi troç, nga se mendoj që është me interes që gjanat e thuan ashtu si janë. Mendimin lokal në Ballkan ndonjëherë ndryshon, nuk ndryshon, është kokfort, nga qëndrimet mund të them me informacione të pakta apo nga mosnjohja problematikës. Duhet të them që të dalë dhe të ndalidh këtë me aspektin rreth ndikimit të lobit hebre, që Izraeli do thotë ka dy problematika në të ardhmen e vetë. Lidhen dhe dominimin në administratën amerikane që tenton të jetë me ndikim dhe vizioni amerikan për hapat e Izraelit të jetë në kontinuitet me apetitet e Izraelit. Dhe dyta, është shumë interesant dje Netanyahu ka pritur shefin e shërbimit inteligent egjiptian, Hassan Rashed, i cili është e çuditshme, do thotë kemi një situatë, bile mendoj që në takimin që është bërë në nënshkrimin e Sharm el Sheikh në rivjerën e Egjiptit, po të mos ishte zëri turk, do ishte me Netanyahu ato. Do thotë është një koklavitje tërë, mund të them, e ndikimit të Izraelit edhe në region, por pyetja juaj rreth qëndrimit amerikan që ka filluar të zbehet roli i Izraelit në SBA, mendoj përkundrazi e kam fjalën jo le publikun amerikan, por në administratën amerikane nuk ka ndryshim, mund të them, do një ton i tillë sikur ky me aneksimin e Jordanit Perëndimor mund të duket një kthes, me qenë se kemi një ndryshim gjeopolitik në konceptin, mund të them, të ndarjes së interesave apo të një rendi të ri botror që është në zhvillim e sipër. E qartë. Mirë, zoti Blali, një tjetër detaj i fundit është se Donald Trump ka dërguar dhe flotën ushtarake afër Venezuelës. Çfarë ka ndodhur? Do jetë çështje, mund të them, ditësh që do kemi goditje përbrenda. Jo vetëm të asaj që Trump e quan luftë kundër terrorizmit të karteleve të drogës, por në brigjet në det, por do jetë goditja brenda teritorit. Është afruar një solucion i tillë që brenda 3 vitesh Maduro të tërhiqet prej pushteti dhe pastaj të vinë pyetje një
zavend si ti, zavend presidenti i Venezuelës, të jetë ai që do të trashëgoj Maduron. Por ka qenë më duket nga ana amerikane kjo kërkesë e papranueshme, kjo ofertë, më do të thënë Venezuelës, por mendoj që shihni, është një problematikë jashtëzakonisht e rëndë, ka se më duket që investimet kineze ka përse në 70 miliardë brenda, dhe do thotë do jetë një kooperim i tillë që interesa, sepse rezervat, mund të them, janë jashtëzakonisht të mëdha, ka pasuri të mëdha. Nuk do merrte këtë hap amerikanët, po se nuk është burime të tilla të energjisë në Venezuelë. Dhe do thotë komplet e tërë ky bosht që sillet rreth një goditje, që me siguri mund të pushtohet, edhe pse mobilizimi, rezistenca është e dobët ushtarakisht të pranojmë, por mund të jetë edhe një situatë kur ka pas tentativë që Federata Ruse të dërgojë sisteme, më të them, edhe antiajrore, të mbrojtjes kundër ajrore, por edhe furnizim të raketave me cilat do goditej. Fjala Oreshnikor ka qenë pyetje që mund të goditet territori përbrenda Amerikës, sepse Venezuela gjeografikisht e arrin, mund të them, me gjitha kapacitetet, me ato komponenta që ka sistemi rus, por mendoj që kjo nuk do ishte produktive për vetë rusët apo dhe kinezët në këtë rast, nga se po shihet që edhe Kina dhe India u dasht të hyjnë në fazën kur ta ndalojnë importet e energjisë ruse, të gazit dhe naftës ruse, dhe kjo mendoj që tregon qartas, mund të jetë edhe i trik kinezo-indianë, sepse berza tash e naftës në botë çmimet do t'i kem kështu në tavan të ngritura. Dhe ndoshta mund të jetë një lloj triku i tillë. Por te Venezuela mendoj që shumë shpejt mund ta kem një konflikt të ri. Jo mund gjasoj si me Ukrainën, por mendoj që do jetë një situatë ku realisht do kem ndoshta ndryshim edhe të pushtetit me këtë intervenim, dhe interesat amerikane tentohet, ose kthimin e doktrinës Monroe, mos përzierjen e natkohë të evropianëve në interesat amerikane komplet në kontinentin amerikan, dhe kjo më duket që do jetë ndoshta vizioni i ardhshëm i Trumpit. E qartë. Mirë, zoti Bilali, për të kaluar tek Rusia dhe Ukraina, ndjekemi tjetër një sert do rikthehemi. Zëdhënësja Donald Trump, Caroline Leavitt, u shpërgjigjur pyetjeve të gazetarëve në shtëpinë e bardhë, teksa ka folur edhe për takimin Trump-Putin. Ajo pyet se çfarë ndryshoi në Donald Trump të shkaktonte ndryshimin në qëndrimin e tij ndaj Rusisë gjatë javës së fundit, përfshirë vendosjen e sanksioneve dje. Presidenti gjithmonë ka pohuar se do të zbatojë sanksionet ndaj Rusisë kur ta ketë ndjerë të përshtatshme dhe të nevojshme, dhe dje ishte ajo ditë, tha Leavitt. Mendoj se presidenti ka shprehur prej kohësh edhe zhgënjimin e tij me Vladimir Putinin dhe sinqerisht me të dyja palët e kësaj lufte. Sekretarja e shtypit tha se Trump kohët e fundit nuk ka parë mjaftueshëm interes dhe veprim nga Rusia për të çuar topin përpara drejtpaqes.